drejtën e tyre për të votuar. Sa e shihni si të drejtë që diaspora të marrë pjesë në zgjedhje dhe si e komentojnë dhe vetë qytetarët apo diaspora e Kosovës që jetojnë në Britani të Madhe? Spari ju përshëndes juve Gonxhe dhe teleshikuesve juaj gjithandej, gjithë Kosovën gjithsesi dhe diasporën padyshim. Vërteta është që diaspora është një pasuri që një vend si Kosova vërtet do ta kishte lakmi ta kishte. Sa përket pune çështjes së votës edhe të drejtës për të votuar, derisa e inkuadroni një pjesë të popullatës në vendimarrje apo vënjet mendimit ynë është një punë plus. Në këtë rast drejta e diasporës për të votuar është një haptutje që diaspora sa më e kyçet në të jetë në çështjen e Kosovës. Unë mendoj që ende diaspora nuk vlerësohet mjaft. Jo në atë kuptimin që vlerësohet deri me tani si... Se mendoni që nuk vlerësohet mjaft dhe si do duhet të vlerësohet nëse jo në këtë mënyrë? Jo, unë ma shumë kisha thonë që diaspora duhet të shtipet hapësirë pak më shumë, sikur ju në këtë rast të zonë e Gonxhe që na keni ofruar neve që të flasim për vetveten më shumë se sa ndoshta dikush flet për neve. Njëkohësisht është e rëndësishme të thuhet që ne si diasporë kur gjykohemi apo lavdrohemi apo komplimentohemi, ne nuk jem një njeri apo një person. Ne diaspora jemi individ ndryshëm, mendojmë ndryshe, kemi informata ndryshme, iniciativa ndryshme, do me thonë, ne jemi një, si të them, duhet të vlerësohemi si të tillë. Sa përket puna e çështjes së votimit, ndoshta duhet të kujdeset më shumë kushdo që t'jenë ajo përfshi edhe vetë shteti që të informohet diaspora pak më shumë në çka kërkohet për diasporës dhe sa ka mundësi diaspora për ndihmuar. Se mendoj që edhe pse jem të informuar jashtëzakonisht në këtë rast po them unë me gjithë popullatën kënej që jetojmë jashtë Kosovë, prapa e lidhja me Kosovën e ka bën edhe këto lajmet e shpejta kanë një herë nuk na dhon porosinë e qartë që kur vjen puna tek votimet konkretisht me që i kemi këtë rast, nuk ndoshta edhe nuk dim mjaft se kënd të votojmë edhe kush është në dëmiren e vet aty në që jetojnë aty, sidomos edhe ne dhe qëndrueshmëria e Kosovës natyrisht. Besoj që nuk ndodh vetëm në Britaninë të Madhe apo Londër, ndodh shpesh dhe në Zvicër, madje së fundmi është ngritur dhe një shqetësim, pasi që disa nga bashkëdhetarët tonë në Zvicër nuk po kanë mundësi të gjejnë veten në listat votimit. Çfarë po ndodh, Regja? Ju me sigurisht e dini më mirë. Po pas shumë ankesave që i mora unë prej miqve të mirë shokëve, dikur edhe mbrana familjes time, se unë për vetë vi me votu në Kosovë kësaj radhe nuk jam regjistru. Po e parë se të djemtë e mi kishin problem me regjistrim, sepse dokumentet që i posedonin, kërkoj që ta keni dokument i cili e vërteton edhe adresen. U interesova shpejt se çka po ndodh, mora kontakt, tash masi jam edhe vetë aktiv në politikë, por nuk ishin sharimet e vërtet, e drejta. Sepse unë vetë jam regjistru për zgjedhjet nën shkurtit edhe ka funksionu çdo gjë me pasaport, edhe nuk ka pas nevojë për... Po ma vonë ma spjeguan mirë, ishte i drejt vendimi, po nuk na kishin spjegu se ku duhet gjetë ajo adresë. Pas ka ndryshim në regjistrim apo jo? Kishte ndryshim. A është kry kjo pjesë, sepse nuk e di sa kanë afat edhe qytetarët shqiptarët që jetojnë mërgat për të regjistruar? Përbes vetëm ata që kanë qenë komgull, s'kanë arritë mu regjistru se tjetë kanë heqdorë se nuk gjenin dokument. Unë nisa prej asaj se na i posedojmë gjithë dokumentet biometrike, ku janë aty të integruara adresa dhe gjitha, po ato e kishin kërku një fotografi nga një zarf, apo nga një fakturë që të bëhet, që mu duke pa logjikshme dhe shumë vonë e mora atë informat. Mirë. Ishte ky problem dhe në Londër? Po, konkretisht unë u regjistrova pas disa vështirësive me të drejtën edhe kontaktova edhe vetë ambasadën. Ambasadën në Britaninë të Madhe është jashtëzakonisht na përkrah shumë, dhe kem çësje të jashtëzakonshme, kem që unë i falenderoj që nuk është për mi u falenderoj, për arsye se kanë herë në shtetyre tyre, po njëkohësisht unë mendoj që është për t'u falenderuar njëkohësisht. Aplikacioni
së pari, kur dje puna tek regjistrimi për gjërat të tilla, ne do të kemi një paralajmërim, ndoshta 1 muaj, 2 muaj përpara që të kemi kohë edhe ne si media, po edhe popullata apo aktivistët që të kanë mundësi të ndihmojnë popullatën për të regjistruar. Unë derisa registrova 3-4 herë dështova në regjistrim për arsye se informatat hap pas hapi ishin qasot që ndoshta ai që e ka krijuar aplikacionin i kupton, po ne si njerëz që faktikisht regjistrohemi, për shembull ardhë puna deri në fund për ta bërë këtë për ta dërguar aplikacion dhe së funksionoi ky botoni i aplikacionit. Tash derisa unë e veshkresha poshtë lart çka është ndodhur, mendojsha se më ka bllokuar telefoni apo diçka, kur u kthesha mbrapa ndoshta ishte një informat ata që kishin kërkuar që ne faktikisht nuk isha në diuni për atë. Po, ish dosh m'ja marr dorën nga çështja e 4 që po votojmë gjatë këtij viti. Mirë, po ndryshojnë vazhdimisht edhe ato formularët dhe mënyra se si të regjistrohen. Kjo po ndodh edhe në Kosovë, që po i ndrohet vazhdimisht edhe vend votimi qytetarëve. Fatkeqësisht. Për të ndryshuar, ndoshta është e rëndësishme për ndryshuar gjëra, po gjithmonë informata duhet të me kohë. Jo për shembull me vonesë ose pa informat, hiç futet një aplikacion pesh përndo pa bashkëpunuar me mediat, që faktikisht me kanë kjo pak më e qasshme tek populacion, edhe faktikisht i numri i madh i popullatës nuk regjistrohet pikërisht për arsye se mas pari se dinë që do të më regjistrohen, në 2 nuk dinë se si ta plotësojnë formularin në format cilin faktikisht pranohet atë përcaktuar. Kështu që unë mendoj se ajo është diçka që duhet kujdeset KSZ jashtëzakonisht shumë që të jenë pak më të qartë në çështje të tilla. Qoftë edhe kur ishte fjala për regjistrimin e popullatës, ishte një moment tepër i rëndësishëm për Kosovën, na mungoj informata me kohë, informata mjaftueshme, ndoshta edhe ne si media nuk bëm mjaft. Mirë, po dalim pak tek përfaqësimi i diasporës në parlament, sepse besoj është shumë i rëndësishëm. Regja, ju do të jeni cekëm dhe pjesë e listës së AK-s. Sa është i rëndësishëm që diaspora të koncentrohet, me qenë se ka një rol shumë të madh, padyshim goxha të fuqishëm, sa është i rëndësishëm që të votohen përfaqësues diasporës të jenë brenda kuvendit Kosovës. Nuk e shohim këtë nga diaspora, nuk e shohim të mobilizohen për të votuar një kandidat pa marrë parasysh partinë që të përfaqësojë ata në kuvend. Po unë mendoj se të ligji zgjedhor është problemi, sepse nuk e ka mundësu që të jenë vendet e rezervuara për diasporën. E kështu dikur na duhet ta them kështu kushtimisht të infiltrohen përmes partive, edhe nuk i kem vendet e rezervuara që shikan bje fjala tjerë, pakica serba, po unë mendoj se duhet të ketë diaspora disa vende të rezervuara, cilët do të merrnin pjesë të përfaqësonin. Ju mendoni kështu, po a mendojnë kështu dhe qytetarët që jetojnë atje? E kanë ngritur ndonjëherë si çështje si të nevojshme që të përfaqësohen në Parlamentin e Kosovës nga Mërgata? Unë e thash një anë që shmendon, mirë po është edhe ana tjetër e cila po ashtu e ka mendimin e një pjesë bukur e madhe që thonë se nuk bëhet fjalë për drejtën e votimit, se ajo na takon gjithëve që kemi shtetësinë e Kosovës. Por është edhe ana tjetër, na nuk jetojmë në Kosovë, punojmë në shtete tjera dhe akuzat që na i bojnë vendasit se na po ja u zgjedhim një qeveri cilën nuk e duan ata, po ashtu është në opinion. Derisa është e lehtëshme dhe shumë e natyrshme, ne kemi çfarë diskutojmë për këtë pjesë. Unë po thaj veç për opinionet cilat janë, sepse vendosim na atje se kush është qeverisë, sidomos zgjedhje lokale, ku atje flitet për kanalizime, për ujë qellës, për rrugë, për gjëra të cilat na shumë pak i shfrytëzojmë ka 2-3 javë në vit, edhe ata e kanë mendimin e tyre. Mirë po, si e drejt na takon gjithsesi, po megjithatë debatet nas mund t'i ndalojmë, ato janë demokratike. Patjetër, padyshim. Mirë, Eduardo, nëse mipet mua hapësirë lidhje me këtë çështje, unë mendoj që diaspora nuk duhet të trajtohet si etnitet. Diaspora duhet ta ketë pjesën të inkuadrimi i diasporës duhet të jetë shumë i natyrshëm siç edhe është. Ne nuk kemi mundësi edhe nuk është e logjikshme ne me kriju parti politika tona ose me kriju kandidat ton me i dërgu atje,
cilët faktikisht krijojnë një ndasi të madhe pastaj për hir të, si ju e dini që kur të hysh ngara për politik, pastaj aty gjuha nuk kontrollohen këto vrejtjet, fillojnë ndasitë edhe më të mëdha se që kemi, unë s'mendoj asnjëherë që diaspora duhet të ketë vende të rezervuara. Patjetër, po vetëm se të ketë më shumë mbështetje nga qytetarët që jetojnë në diasporë për kandidat nga diaspora, sepse nuk desha ta dërgoj pyetjen andej, po thjesht ketë më shumë mbështetje, a është e nevojshme? Unë mendoj që politikbërja dhe mediat e Kosovës duhet të kenë kujdes të jashtëzakonshëm ndaj diasporës, po them përgjithësi kështu, që beneficionet që diaspora i sjell, jo sot, po sot 10 vjet, sot 20 vjet, sot 50 vite, të ketë kujdes që tani që të orientohen mirë ato dhe inkuadrimi i diasporës dhe informimi për diasporën. Duhet vendi i Kosovës duhet të gjejë mënyra komunikimit mirëfillt, përfshi edhe mediat në këtë rast, që diaspora gjithmonë të jetë e informuar mjaft. Na natyrisht kemi, unë prej kolegu tem që jetojmë në Londër, na kemi dallime të mëdha në mënyrën që mendojmë këtë. Dhe këtë çfarë e bën? E bën ndoshta edhe media? S'kuptova. Çfarë e bën këtë dallim shumë të madh në mes të menduarit të dy qytetarëve ta zëm të diasporës? Jo, nuk është hatërmbetja, deshta me thonë që diaspora... Jo hatërmbetja, këtë dallim kaq të madh të dy qytetarëve në diasporë e bëjnë mediat, informime? Po, e kemi faktikisht në mënyrën se si faktikisht mas pares ne si individ si mendojmë që është një çështje që natyrisht edhe në familje në Kosovë kanë dallime, po çështja tjetër është edhe informatin ka marrëm edhe ku faktikisht besojmë më shumë ose kohën që kemi na për t'ia kushtuar mediave që ndodh në Kosovë, që unë mendoj që çdo shqiptar në perëndim Kosovën faktikisht apo mediat e juaja indigjojnë vazhdimisht, se tashmë është kjo media sociale, YouTube e këto cilat na japin qasjen vazhdimsi si popullat. Çka deshta me thonë, ende nuk është krijuar një strategji mirëfillt, afatgjatë se si të funksionohet dhe si të materializohet çështja e diasporës, që të kemi një vazhdoshmëri të madhe. Po japi një shembull konkret, e kemi për shembull Irlanda. Irlanda qysh edhe tani ka beneficione të hatashme nga diaspora aty në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që ne duhet të mendojmë në afatgjatë se si do të bashkëpunojmë, jo vetëm për politika ditore se kush po ma jep votën, se kush po ma jep nesër. Ne faktikisht duhet ta trajtojmë diasporën në përgjithësi, edhe ata që mendojmë ndryshe, duhet ta trajtojmë si një trup i cili duhet faktikisht Kosova si 1.6 milion banorëshe duhet ta ketë mbështetjen e diasporës, qoftë për qasje tek pushtetet ku ata jetojnë, qeverit ku ata jetojnë, popullata ku ata jetojnë, që në Britani të Madhe për shembull. Pse nuk bëhet një gjë e tillë nga Kosova, po mungon ndoshta informimi edhe i vetë liderëve që udhëheqin, marr parasysh se kush është në qeverisje? Unë kisha thënë që shoqëria kosovare është një shoqëri e thyrë në disa periudha që pas luftës dytë botërore, nën pushtimin jugosllav, gjatë presioneve të mëdha që i bën Serbia ndaj Kosovës, pastrimi etnike, kthimi mrapa, zgjedhja e politikanëve, cilët politikanë zakonisht i ofendojmë apo si themi stërkeqëm në format ndryshme, tu marr parasysh që ato politika ndalin nga shoqëria jonë. Kjo është një problem i shoqërisë më shumë se sa i politikave ditore. Na faktikisht politikanëve u kemi dhënë shumë emër edhe autoritet. Kemi bën ikonat politikës më shumë se sa që ndoshta shoqërisë si ju kemi kushtuar mjaft. Duke ja u përmend emrin aty ne duke thënë ky është më i miri, ky është më i fortë, ky është më i mesmi, ky është më i zotë, ndërsa nuk e dim si ne si shoqëri jem pak a shumë mbrapa gjitha shteteve tjera për arsye se Kosova ka qenë vendi më i përsekutuar në Evropë në dekada mos them më shumë. Pastaj ne duhet ta marrim si përgjegjësi si shoqëri, derisa ne kuptojmë që nuk jemi si shoqëri shumë e avancuar sa na mendojmë kanë herë, atëherë fillojmë të krijojmë sistemin e edukimit, sistemin e shëndetësisë, sistemin e gjanave të cilat neve ne ka dhënë përgjegjësi bota që na ka përkrah. Faktikisht çështjen e sigurisë, çështjen e çlirimit të Kosovës
natyrisht ka qenë djemë të ushtrisë lirimtare të Kosovës që kanë bërë një luftë mirëfill trimërore pa dyshim. Politikat e Kosovës kanë bërë një punë të mirë, po njëkohësisht atë hapësirën që na ka dhënë neve për të ecë përpara në dy stubet kryesore, shëndetësi dhe arsim, nuk e kemi shfrytzuar mjaft tu marrë me çështjen noshta që kanë qenë. Po i rikthehemi dhe shoqërisë duhet të avancojë. Po i rikthehemi dhe pak zgjedhjeve dhe po dalim tek Rexhaj. Sa i gatshëm për të futur në zgjedhje Rexhaj? Në një fushatë. Përbes se unë nuk e kam para pa kur, se unë kam dalë prej politike para 30 viteve, nuk e kam para pa se mas lirimit, mas tërë, gjithë këtyre viteve, do të kthehem prapë në politikë, sepse kam mendu se misioni jam ka marrë fund me çlirimin e Kosovës. Çfarë bëri me kuptu që s'ka marrë fund misioni me çlirimin e Kosovës? Pa nëse për shembull në Kongresin Amerikan flitet se Kosova është në rrugën e gabuar sepse po bllokohet, sepse nuk është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka stagnime të mëdha, nuk ka investime, siguria e Kosovës është në rrezik, atëherë e shoh si obligim se ashtu që jam kthyse, dhe atëherë kam qenë në Gjermani në vitin 1989, kur jam kthye e kam pasur arsyeshme. E konsideron një kohë të njëjtë sikurse në 99-ën edhe këtë kohë në cilën jemi? Jo, nuk është e njëjtë, po Kosova prej se është shiru, prej 12 qershor 1999 nuk ka qenë pozitë më të vështirë. Vetë fakti se nuk kemi qeveri që 10 muaj, 4 herë mbrana vitit duhet shkojmë zgjedhje, vetë fakti se jemi në sanksionet Bashkimit Evropian, në vetë fakti se jemi në sanksionet të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara, ata që na kanë çliruar, atëherë e kam ndjerë si obligim, jo vetëm si votues edhe si opinionist, po të kthehem edhe një herë aty. Nuk e shoh se do të rri gjatë në politikë, vetëm sa të kthehet Kosova në binar të drejtë, si të kthehet rrugës drejt ka perëndimi dhe dal nga këto agenda serbe dhe ruse ku kemi radhë, do t'i kthehem sërish jetës sime. Qartë. Dua dhe mendimin e zotri Agimit, sepse kështu janë disa mendime që Kosova është në rrezik, nuk ka qenë asnjëherë më rrezik në këtë kohën e pas luftës. Konsiderohet si e tillë edhe në Londër, po flas tek qytetarët që jetojnë atje, ju jeni në komunikim besoj çdo ditë me qytetarët, e shohin të tillë situatën në Kosovë? Para 3 vite patëm një takim në Universitetin Westminster këtu me 2 ekspert të çështjes ndërkombëtare, Aidan Haher, doktor i marrëdhënie ndërkombëtare dhe state building, edhe A. Clowley, që ishte një ish ushtarak në Kosovë NBA, që bashkë me ta kemi një iniciativë për ngritje se The Future of Kosovo Initiative quhet, për ta ngritë çështjen e Kosovës edhe problemet e Kosovës dhe rrezikun që të kthehet konflikti në Kosovë prap tek qeveria britaneze këtu natyrisht në bashkëpunim me diasporën. Dhe ka iniciativa të tilla shumëta. Unë mendoj që Kosova prej para luftës, gjatë luftës, asnjëherë nuk ka qenë e parrezikuar derisa Serbia nuk e njeh Kosovën, derisa Serbia vazhdimisht krijon kësi politika dhe krijon tenton të shfrytëzoj metoda, qoftë në ndryshime gjeopolitike, qoftë në ndryshime të brendshme, për ta zhbë Kosovën si shtet. Edhe ajo neve do të na vazhdoj. Tha kolegu zotëriu i nderuar, ne jemi në rrezik kur më herë se më parë, apo e kemi qeverinë apo se kemi qeverinë. Derisa ne do të jemi në rrezik, edhe kur të kemi qeverinë, edhe kur se kemi qeverinë. Ne do të kemi rreziqe të pandërprera derisa ne jemi më të dobët se Serbia. Serbia ka pretendime territoriale, ka pretendime në zhbërjen e Kosovës, ne jemi ata që të kemi qëndrueshmëri. Këtu fiks na dohet neve diaspora shumë, për arsye se cili do të jetë roli i diasporës në këtë pikë? Avokimi është tepër çështje e rëndësishme që sa herë të ndrohen shtetet gjeopolitika që ndryshon, ne duhet të jemi tepër aktiv. Unë nuk pajtohem me kolegun e nderuar që tha unë kam menduar që s'duhet të kthehemi më se tash po do të më kthyes. Ne faktikisht duhet të jemi aktiv aty ku jemi, atë sa kemi mundësi ta ngrejmë çështjen e Kosovës si problem me Serbinë dhe problem që qeveritë që ndryshojnë, se natyrisht kur ndryshon qeveria në Britani të Madhe kanë politika ndryshme. Kur ndryshon gjeopolitika, interesat largohen, sikur në këtë rast me Ukrainën apo me lindjen e mesme. Ne duhet
si diaspor, po them, e kem për detyrë aty ku jem në vazhdimsi të jemi afër edhe sa më afër vendimmarrësve për çat shtet që të vazhdojnë të jenë për krahas tonë dhe ta kuptojnë çdo ditë më shumë që Kosova është e rrezikuar deri në momentin kur Kosova pranohet nga Serbia, fuqizohet më shumë se sa Serbia, edhe një sugjerim tash që ishte nga ekspertët që kenë Kosovë dhe në rajon, që thanë vetëm atëhere kur NATO-ja e fut Kosovën brenda, kjo egot e Serbisë për ta gëlltitur një gjë të tillë dhe qasja konfliktit përfundon. Ne kemë punë për të bërë. Faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne, i takohemi përsëri herave të tjera. Ju përshëndes juve gjithandej. Regjajt, patjetër që do dëgjohemi, besoj përsëri. Ditën e mirë, faleminderit shumë. Faleminderit, çdo të mirë. Miqdashur, shkua tani të kalojmë në pjesën tjetër të